nga shteti. Mirë, po ashtu edhe me reality show ne funksionojmë shumë mirë si Kosovë dhe si Shqipëri, sepse ndiqet jashtëzakonisht shumë. Një i tillë do të nis pas 10 ditësh që është Ferma VIP, që këtë herë, ajo që ndoshta ka kënaqur më shumë shikuesit, ka qenë lajmi se do të moderohet nga Arbana Osmani. Arbana i ka mungu pak televizionet, ajo ka pas rrjetin e saj social në YouTube që ka bo intervista, po prapë nuk është koni njejt me kon live edhe me pas publik edhe me pas një reality show qysh e ka pas Big Brother ma herët, po menoj që është kon vendimi ma i mirë i Arbanës për me moderu Ferma VIP. A mendoj se ka me ndryshu pak? Ka me ndryshu dhe menoj që ka me pas vjushmëri shumë. Sepse ka pasur kritika për moderatorët e mëhershëm. Duket sikur fillimisht ka qenë Fjora Alba, Ponari, pastaj Luana Vjollca dhe tani do ta kemi Arbanën. Unë e mendoj që po se Arbana është shumë, nuk du me i qitë keq asnjënë, se krejt janë shumë të mira në profesionet e tyre, po Arbana është diçka tjetër nivel prej Fjora Albës edhe Luanës. A ishte Arbana zgjedhja e dur e Ferma VIP pas çdo sezoni ku ka pas një prezantues të tre? Nuk e di, mu më ka pëlqy shumë edhe edicioni kalu me Luanën, kështu që për mund është ta... Ndoshta nuk ka të bëjë me prezantuese, është thjesht formati e ka vetë me ndryshu moderatorin. Po formati ka qenë ma interesant. Ferma dhe Luana kanë qenë dy gjana që në fillim kur i ke ndëgju nuk është që janë përput, po Luana ka sjell një Ferma VIP tjetër prej çka kemi pa. Kështu që nuk dyshoj që edhe Arbana ka me bot njëjtën gjë. Thjesht po shpresoj që ka me pas pak ma shumë fytyra publike brenda. Cilat janë përshmëritë, përfliten emrat cilët të mund të jenë brenda? Çuditshmërisht jo, e kemi ditë për Arbanën që ka me qenë moderim që para gati se një muaj edhe është qarkullu si lajm. Kështu që nuk e di për lajmin e Luizit. Që do tjetë kryefjarë. Po, është ferë nëse nuk gaboj deri dikush përmend Gjeneta edhe për një sezon, apo janë thjesht kryesisht lajme TikTok-u dhe jo të konfirmuara? Po, të dy emrat që i përmendëm, fakt nuk janë të konfirmuar. Kështu që thjesht po shpresojmë që ka me qenë, unë po shpresoj që ka me pas banor ose fermer, pak më VIP se sa edicionin e kaluar. A mund shkojnë me letë shkaku i Arbanës, personazhe më VIP? Absolut. Me qenë se në gjitha projektet ku Arbana Osmani ka drejtu... A, kjo ka qenë dhe ideja pse... Ka rrit me sjellë fytyra realisht nuk është që Luana nuk e kish pas njëjtin kapacitet, po thjesht formati i Fermës është pak më ndryshe dhe pak më i vështirë për VIP tonë, kështu që normalisht shkojnë njerëz që kanë ndoshta më pak bagazh dhe ndoshta nuk janë në skenë që moti, sepse Ferma i ka ato vështirësitë e veta dhe i ka disa punë që ndoshta nuk kishin pas qef VIP tonë me po veten aty. Kështu që është ndoshta një format interesant dhe po shpresoj që kemi me u largu pak prej Big Brother, jo që jam anti-Big Brother, po më duket që jemi bërë që shumë vite dhe kemi nevoj për një reality show që ndiqet po aq një gati se njëjtë, edhe me pas edhe na si shikus pak një ndrem. E qartë, ndërkaq krejt për fund,